Miq të Prizmës, sot në konferencën për shtyp të kryeministit Rama, gjëja më e rëndësishme ishin jo sqarimet e tij për Porto Romano, që sigurisht ishte sqarimi rrezik arsyes ose mos arsyes përgjysëm që jepte kryeministri, ku kishte ikur po themi firma e cila ose konsorciumi i cili kishte aplikuar dhe që doli që kishte ikur nga lufta jo nga Afrika të tjera, por u tha që sigurisht kishte interesa të ndryshme, jo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe jo nga Bashkimi Evropian, por nga fuqi të tjera të cilat nuk ishin dakord për këtë ose nuk ju vinte mirë. Por që do vazhdonte sepse sigurisht është plani B, ashtu si edhe plani C, nuk mund ta ndalonte kërkush. U sqarua që mund të ketë pasur debat edhe me ambasadorët, po janë në një linjë për integrimin evropian dhe se nuk merret urdhra nga ambasadorët. U sqarua që Spaku është i lirë të bëjë të gjithë punët e tij, po jo të ndryjnë në kuvend as në qeveri, secili pushtet ka vendin e tij. U sqarua edhe pse kishte ardhur ambasadorja greke në Tiranë, që sigurisht ka të bëjë me njohjen dhe me pjesën energjetike të Ballkanit, pjesë e rëndësishme që është Shqipëria dhe sigurisht marrëdhëniet. Ajo është ambasadore fuqiplot në Greqi, që me sa duket mbulon një farë mënyrë edhe raportet që ka me Shqipërinë në nivel të lartë, me që bën pjesë në stafin e ngushtë të presidentit Trump dhe njëkohësisht mbulon edhe Shqipërinë. Në këtë pikë është një mrekulli që u gjet edhe një ambasadore e cila ka vite, një vit e gjysmë që nuk ekziston në Shqipëri. Kemi një të ngarkuar me punë për një ambasadore, na mungon, ose ambasador sigurisht. Dhe pastaj erdhën pyetjet edhe erdhën batutat në të cilat i fillon në Rama duke i thënë një gazetare e cila është problematike, që e veshur me të kuqe me të zie, më e bukura, e mori me të mirë në këtë drejtim. Edhe normalisht është që aty fillon etika gazetareske e majmunatit në Shqipëri, që sigurisht është ke syrit e vë dhe pastaj me sa duket janë bashkë në një sinkron edhe ke News 24, që janë armiq qeverisë dhe armiq të Ramës. Njëra palë që është domeni i Partisë Demokratike Sali Berishës edhe thonë i shkëlqen Berishës edhe natyrisht Qipekës, kështu i thot Edi Rama Qim, i thot. Dhe normalisht një gazetare e cila nuk të letë flasësh, bën politik, bën propagandë, nuk mbyll gojën asnjëherë sillet, por aty pati dhe akuzat qarta që shkojnë ke fondet e palishme të përfituara në mënyrë grabitqare nga një televizion i cili pastaj përhap thëshëtheme ose përhap shpifje, i përdor për politik siç është Syri TV, edhe kjo u tha nga kryeministri i Shqipërisë, dhe për i televizor tjetër që nuk u tha copë që është News 24, por u tha një fjalë e tillë e kryeministrit që është Çimballive. Çimballive do të thonë Shembelliu është pronari i News 24, edhe u bë një lidhje e tillë, u kuptua se kush janë. Pastaj u bë 5 minuta pushim, u larguan të dy njerëzit e kësaj gazeterie dhe sigurisht zgjatja më tepër e Ramës duke thënë do më lësh të flasësh, kam të drejtën të flasësh, a mund të flasun një 20 herë për të tregu, natyrisht këto video shkojnë edhe ke ndërkombëtarit ose çfarë gazeterie kemi ne, si çfarë gazeterie përdorim ne, duke mos pasur fakt një protokoll aty. Protokolli është i qartë, nëse një gazetar fillon e bën si një hor vagabond në konferencë për shtyp, ai nxjerret jashtë, nuk ka diskutim. Trump i nxjerr jashtë, domethënë, po Trumpi është Trump. Nxjerr CNN-in jashtë e jo ma Syrin TV dhe nuk e di News 24 këtu. Sepse dihet pastaj do të reagonte një shoqat gazetarësh që s'ekzistojnë shoqatat e gazetarëve, janë gjithë morracak që sëmbërë një gazetar që nuk dinë se çfarë pagash kanë ato, që s'paguhen edhe pastaj rrinë prapë në punë, që s'kan një asociacion, janë gjithë gënjeshtra që t'i dalin zot gazetarëve, janë imoral dhe amoral, gazetarë që s'din shkrim e kënim, gazetarë që nuk hedhe një firmë, po paguhen në zezë, një gazeteri
zhëmilesh edhe levendësh të cilët është turp t'i përmendesh, dhe për ma tepër llapazan jashtë etiket, që sigurisht pastaj Edi Rama i shfrytëzon duke mos pas një protokoll të vetin. Kryeministri duhet të ketë një protokoll, bile nuk duhet t'i japi leje edhe vetë, duke i ditur se çfarë janë, po thjesht duke pasur një person të shtypit aty që komandon edhe mënyrën e të bërjes pyetjeve, përgjigjeve, kohën, kush do flasë, kush nuk do flasë, janë të akredituar ata aty. Duhet ti akreditosh. Dhe fjala akreditim ka të bëjë edhe me dhënien leje që duhet të jetë aty të plotësojë disa kushte që të jetë në kryeministri. Këtu tash është kuptuar që shtypi i lirë është që të shajë, të fyej, shtypi i lirë është që gazetarit të flasë, të fyej kryeministrin, e kryeministri nuk duhet të thotë asnjë gjë fjalë se pastaj është liria e shtypit që preket. Këtë është liria e Sali Berishës edhe postkomunistave, hajdutëve të dritave që nuk i paguajnë. Sigurisht aty ka televizione, një prej këtyre televizioneve është borxhlik e shteti dhe njëkohësisht evazor fiskal, ka gënjyer për gjitha gjërat, jo vetëm për pagat, por për gjithçka. Dhe një televizion tjetër, gazetari tjetër, e cila sigurisht mas kryeministit nuk i them unë këto, janë të denoncuar në Prokuria e Tiranës sigurisht është gjitha berishk, kjo është e qartë, por është akuzuar në këtë drejtim edhe për jo vetëm evazion fiskal edhe përçudnim fiskal në përgjithësi, por edhe për gati mund të quhen edhe grabitje, parate e taksapaguesve që i kanë çuar për dizinformim edhe sigurisht për sharje, fyrje edhe elemente të tillë. Tash mund të flasin sa dush të shoqatat, njërën e mora e lexova, shoqatat cilët e thash edhe një herë dhe nuk kam nevojë ta përsëris, shoqata që nuk i dalin zot as kërkuaj, janë ngritura politikisht, janë ngritur nga naftaxhi, karburantxhi që i kanë ndërtuar testata, ndërtues në përgjithësi që të mbrojnë veten, por jo gazetarët. Gazetarët këtu nuk mbrohen, janë shumë pak testata që zbatojnë një standard të punësimit e të sindikatave, se nuk ka sindikat, e jo më organizim gazetarësh, levendësh të cilët janë më keq se sindikatat e famshme në Shqipëri, që janë më keq se qeveria dhe më keq se politika në përgjithësi. Kjo është gazetaria jonë, edhe shturp ti jesh pjesë e saj, po s'kemi që t'i bëjmë. Kaq është niveli demokratik i joni dhe kështu duhet jetë e gazetaria. Bile gazetaria është ku më keq dhe se sa politika e cila është në fokus. Gazetaria mbrohet me fjalë të mëdha prej idiotësh, të shtypit lirë dhe të medias tjerë që mund të thotë çdo lloj broçkulle, mund të shajë me çka ka në gojë, mund të mos zbatoj asnjë lloj etike dhe estetike gazetareske dhe pastaj të kërkojë edhe drejtat e marrëzisë të tij dhe njëkohësisht abuzimeve financiare, ekonomike, grabitjeve në përgjithësi dhe gjobave që vendosin. Kjo gazetari është një gazetari tamam zhëmilesh, të turpron dhe turp kush bën pjesë në të tilla televizione dhe kush merr pjesë në të tilla si të them tash në të tilla organizime, subjekte private sigurisht që kanë marrë përsipër të përfaqësojnë edhe marrëzinë folklorike të atij që gabimisht këtu ne e quajnë shtyp të lirë dhe që është shtyp i interesave të pronarëve, gjysma hajdut, gjysma evazor. Jo të gjithë sigurisht, po shumica e tyre. Dakord, miqtë e mi.